Tashmë lufta bëhet vetëm për sa i përket kandidatëve që do të shoqërojnë kandidatët fitues tashmë të listës së mbyllur që janë Mirela Kumbaro nga Partia Socialiste dhe Tritan Sheu nga Partia Demokratike dhe numërimi në 6 prej bashkive ka prodhuar një rezultat le të themi deri diku të pritshëm ku kryeson ish kryetari i Bashkisë së Tepelenës Tërmet Peçi me 5967 vota, i ndjekur nga Anila Dimitri me 3128 vota, Piro Dhima 2582 dhe Shiqyry Hysi 1566, por mbetet për të theksuar fakti që nuk janë numëruar ende votat e Bashkisë së Gjirokastrës, që është bashkia më e madhe e qarkut, ku pritet që të kemi le të themi një ndryshim të këtij rezultati, pasi gjatë gjithë fushatës elektorale në Gjirokastër është mbështetur hapur dhe nga drejtuesit lokal, por edhe nga drejtuesja politike e qarkut të Gjirokastrës, zonja Mirela Kumbaro, është mbështetur kandidatura e Piro Dhimës, pra pritet që të kemi le të themi një shumicë votash dhe ndoshta Tërmet Peçi dhe Piro Dhima do të jenë dy emrat që do të shoqërojnë Mirela Kumbaro në listën me 3 deputet të qarkut të Gjirokastrës. Si do ta përshkruaj Rigels procesin e votimit dhe numërimit në qarkun e Gjirokastrës përgjithsisht? Është një ditë pune e lehtë atje? Si ka shkuar dita e djeshme? Në fakt, në Gjirokastër nuk ka patur problematika të theksuara, ka patur disa raste sporadike që duke nisur me ditën e votimit që ka patur një bllokim në një prej qendrave të votimit për një bllokim disa minutësh dhe disa raste të fotografimit të votës, si me sa duket njerëzit kërkojnë që të jenë le të themi më protagonist se duhet. Dhe çfarë ka ndodhur me këto raste të fotografimit të votës? A janë identifikuar, shoqëruar personat, apo? Po, të dy personat janë shoqëruar në polici dhe ka nisur procedimi penal ndaj tyre në akuzën e shkeljes së privatësisë së votës. Ndërsa për sa i përket... Po, përfundoj Rigels. Ndërsa për sa i përket numërimit, situata ka qenë e qetë, nuk ka patur asnjë problematik. Mbështetësit apo vëzhguesit apo drejtuesit politikë të dy kampeve kanë qenë mjaft pranë njëri tjetrit, ka qenë një atmosferë le të themi miqësore, duke qenë se rezultati ishte i pritshëm dhe ka patur edhe shkëmbime batutash le të themi me humor mes drejtueses politike të qarkut të Gjirokastrës Mirela Kumbaro, por edhe drejtuesit politik të qarkut për sa i përket Partisë Demokratike zoti Tritan Sheu, ka patur një atmosferë shumë normale në pallatin e sportit të qytetit të Gjirokastrës dhe përjashto vetëm orarin e zgjatur, duke qenë se është punuar me ritëm shumë të ulët, nuk ka patur asnjë problematik tjetër për sa i përket numërimit të votave. Edhe duket përderisa është vetëm një qendër votimi Po bëm përshtypje vetëm diçka Rigels, ndërsa shoh këtu përditësimin e votës së diasporës në qarkun e Gjirokastrës që me përjashtim të dy forcave të mëdha politike, partitë e vogla apo të reja, të quajmë si të duam, influenca e tyre apo impakti i tyre, le ta themi, në këtë qark është 0, minimal. Janë nga 11 subjekte, 4 subjekte që kanë 0 vota të paktën tani, me aq sa është numëruar. Po, ja, për shembull, Partia Demokratike ka 120, 280 ka Partia Socialiste, duke që shumë parti politike janë me 0 vota. Është tregues edhe ky. Në fakt, Krist, dihet se si punohet me diasporën, janë partit e mëdha që kanë infrastrukturën e nevojshme për të bërë le të themi fushat elektorale edhe në diasporë, duke patur parasysh që kemi edhe shumë nga Gjirokastra që kanë ikur kryesisht në Greqi dhe dihet influenca e elementeve politik të Gjirokastrës, sidomos në Greqi, ka bërë që të kemi këtë panoram edhe në diasporë, duke qenë se vota kryesore është në Greqi e diasporës së Gjirokastrës. Dhe ndoshta pamundësia e partive të vogla, ndoshta mos ndikimi i tyre ende ka bërë që në Gjirokastër të mos kemi le të themi ndikim për sa i përket votës për partitë e vogla. Unë kam parasysh këtu që në Gjirokastër partia më e madhe përveç dy të tjerave është Lëvizja Shqipëria Bëhet, e cila ka marrë vetëm 1233 vota në 114.000 votues. Pra është një numër shumë i vogël për sa i përket partive të vogla. Mirë, Rigels, falenderit. Shumë falenderit, Rigels, për raportimin nga Gjirokastra. Shkojmë tani nga Gjirokastra në Vlorë, në